Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, roli i votës preferenciale ka rezultuar vendimtar në formësimin e kuvendit të ardhshëm, me përfundimin e numërimit të votave në pjesën më të madhe të qarqeve dhe vetëm 2 qendrave ende në proces, Tirana dhe Fieri, është bërë qartë se modeli i listave të hapura ka sjellë një përmbysje të pritshmërive dhe një lëvizje të dukshme në drejtim të përfaqësimit direkt nga qytetarët. Partia Socialiste ka dalë forca më e madhe politike me 83 mandate, duke përfituar ndjeshëm nga votat preferenciale, ndërsa Partia Demokratike ka shënuar një rënje të ndjeshme në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021 me 50 mandate, një tkurrje ndjeshme nga 63 që kishte në zgjedhjet e fundit të vitit 2021. Ajo që e bën këtë proces edhe më të rëndësishëm është fakti se 45 nga deputetët që do të hyjnë në kuvend janë zgjedhur përmes votës preferenciale nga qytetarët. Partia Socialiste përfiton më së shumti nga ky mekanizëm me 37 deputetë të zgjedhur përmes preferencës, ndërsa koalicioni opozitar ka vetëm 7 të tillë. Disa prej emrave më të votuar përmes votës direkte përfshin figura të reja dhe surprizuese për publikun. Në qarkun e Elbasanit spikat emri i Sara Milës, një vajzë e re që është konsideruar fenomen i këtyre zgjedhjeve me 18.626 vota preferenciale. E di që edhe ju keni bërë një punë fantastike. Unë dikur kam qenë pjesë e medias dhe e di se sa e lodhshme është. Ndaj dhe mirëkuptoj ndoshta ndonjëherë dhe çdo lajm, mirëkuptoj ndonjëherë dhe çdo dëshirë për të kapur diçka që bën klikime. Unë jam gjithmonë e gatshme të bashkëpunoj me ju, sepse brenda vetes time kam vetëm të vërtetën time. Në Durrës, Arkend Balla ka marrë 18.364 vota, ndërsa në Dibër, Agron Malaj ka siguruar 12.616 vota. Në Fier, Cenoklosi ka grumbulluar 15.208 vota, ndërsa në Korçë, Ilirian Pendavinji ka marrë 10.133. Patjetër që kam qenë shumë sensitiv se si qytetarët e Fierit, bashkia e Fierit, të cilën unë isha kandidati që mbuloja pikërisht këtë bashki, sepse ne, siç e kemi thënë, kësaj radhe kemi qenë shumë strikt që çdo deputet duhet të mbulojë zonën e vet në mënyrë që të marrë detyrat e veta më pas. Dhe unë kisha këtë merak, që nëse qytetarët e bashkisë Fierit do ishin ata të cilët do më vot besonin. Dhe për këtë sot jam i lumtur që një pjesë e konsiderueshme e tyre më kanë besuar votën e tyre. Damian Gjiknuri në Vlorë ka marrë 10.031 vota, ndërsa në Gjirokastër Tërmet Peçi renditet i pari me 9.468. Në Shkodër, Bart Spahia ka marrë 9.414 vota, ndërsa në Berat, Hysen Bozali ka fituar 8.209. Në Lezhë, Gjingjoni ka siguruar 8.873 vota dhe në Kukës Shkëlqim Shehu është i pari me 7.493 vota. Një element i këtij procesi ishte vendimi i nismës Shqipëria Bëhet, e cila deklaroi se do të djeg listën e mbytur. Po ashtu në listat e hapura respektohet kuota gjinore me përfshirjen e një femre për çdo 3 emra të zgjedhur, edhe në raste kur zonjat nuk kanë siguruar mjaftueshëm vota.